Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK ka goditur një tjetër grup të strukturuar kriminal të përfshirë në trafikimin dhe shpërndarjen e heroinës në Danimarkë dhe Shqipëri. SPAK njofton se autoritetet daneze kishin regjistruar që në gusht të vitit 2023 procedim penal operacioni Bakus, ku nënhetim ishte grupi i shtetasve shqiptar dhe të huaj që trafikonin heroin drejt mbretërisë së Danimarkës. Nga hetimet ka rezultuar se aktiviteti kriminal është zhvilluar nga 1 tetori 2023 deri më 23 janar 2024 në 7 episode të ndryshme, gjatë të cilave grupi kriminal importonte heroin në Danimark përmes Suedis. Lënda narkotike sipas hetimeve përzihej me paracetamol dhe kafeinë për të hedhur më pas në tregun danez, me synimin për të rritur fitimet nga shitja. SPAK bën me dije se deri tani janë identifikuar dhe proceduar në Danimark 3 persona, mes tyre 2 shtetas shqiptar dhe 1 i huaj, ndërsa në Shqipëri janë identifikuar 2 shtetas të tjerë shqiptar të përfshirë në aktivitet kriminal. Sipas SPAK, në Shqipëri janë ekzekutuar masat për shtetasit Marcel Liçaj, alias Grembi, dhe Ermal Liçaj, të dyshuar për veprat penale prodhim dhe shitje e narkotikëve në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. SPAK sqaron se hetimet janë zhvilluar në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet daneze të drejtësisë dhe me Byron Kombëtare të Hetimit në kuadër të operacionit të koduar Bakus.